Kemi një fundjavë dhe një javë e cila na pret, që praktikisht java që vjen ndahet dhe muaj, se me të mërkurën është 1 prill, futemi në prill, kështu që le të bëjmë një rezume fillimisht si parashikohet kjo fundjavë dhe java që vjen pas, po shkurtimisht ama. Patjetër, këtë fundjavë në përgjithësi kemi ndikime pozitive, sidomos deri në orën 18 të ditës së diel. Pas asaj ore do t'ju këshilloj të gjithëve që të jemi disi më të vëmendshëm. Arsye kësaj është se do të kemi kalimin e Venusit te grada e fundit të shenjës së Dashit. Ndonse është e vendosur mbi hënën e Shqipërisë, që do më thënë mund të jemi disi më romantik, po mund të veprojmë në mënyrë shumë impulsive, në qoftë se nuk përballemi me të njëjta ndjenja, pra nga personat përballë, ose në qoftë se nuk na plotësojnë tekat në disa raste. Ndërkohë që duke filluar nga dita e hënë, në orën 18:30 do të kemi kalimin e Venusit tek shenja e Demit. Venusi është drejtuesi më temi kësaj shenje, prandaj edhe këtu ndihet shumë mirë, kemi krijimin e stabiliteti, do ta ndjejmë edhe të gjithë në këtë. Tashmë do të jemi më tepër në materie, domethënë më tepër këmbë në tokë, nuk do të fluturojmë më siç kemi fluturuar deri në këto momente. Dhe gjithë kjo fryma e konsumit që mund të kemi deri ditën e hënë, tashmë do të fillojë të stabilizohet, do të jemi më tepër realist në atë çfarë duhet të harxojmë dhe ku të investojmë. Është ndikim pozitiv. Po në vizor. Dhe kemi edhe një hënë të plot që është ditën e njëjtë, do të jetë në orën 4:11 të mëngjesit, pra do të jetë afërsisht drejt lindjes së diellit. Kjo hënë e plot është tek shenja e peshores, ndikimet i ka disi të përzira, mund të jetë pak e lodhshme dhe shenja që do të ndikohen më tepër janë ato kardinale, që është shenja e Dashit, është shenja e Gafores, kemi peshoren dhe Bricjapin. Këto janë dhe 4 shenja të cilat duhet të jenë shumë të vëmendshme gjatë gjithë javës në vazhdim, edhe gjatë fundjavës, edhe gjatë javës në vazhdim. Arsye do t'i them. I themi. Me që përmendi 4 shenjat që duhet të kenë shumë kujdes në këtë periudhë, themi dhe ato shenja që janë më me fat ose më të privilegjuara në thonjza? Patjetër, shenja e cila ka vërtet fat në këto momente tashmë për fat të mirë është shenja e peshqve. Vazhdojmë që të kemi shenjën e akrepit dhe do të kemi edhe shenjën e Demit. Por shenja e Demit do të jetë pas të hënës së tutje, deri ditën e hënë mund të shkaktojë madje disa probleme vetes së tyre, nëse nuk janë të vetëdijshëm. Jo të vëmendshëm, të vetëdijshëm, çdo veprim që ta bëjmë me vetëdije. I sqarojmë? I sqarojmë tani nga dalë, nisim me Dashin. Dash. Për shenjën e Dashit, duke qenë se kemi ndikimin në hënës së plot që fillojmë ta ndjejmë që tani, gjatë gjithë fundjavës do të jenë pak a shumë në energji shumë të lartë, kjo mund të thotë që mund të egzagjerojnë në shumë vende, mund të veprojnë në mënyrë impulsive, mund të jenë pak më tepër individualisht se çfarë duhet, dhe kjo do të thotë që duan të vrapojnë dhe të harrojnë pak a shumë edhe përgjegjësitë e tyre, gjë që nuk ju këshillohet ose më themi nuk ju lejohet nga sistemi. Prandaj gjatë së fundjavë, në qoftë se ndjejnë veten shumë të lodhur nga ambienti që rrethon ose nga përgjegjësitë e tyre, do të këshilloj që të marrin disa momente pauze dhe pastaj të fillojnë përsëri që të shijojnë jetën. Nuk mund të them që është nga shenja që nuk ka fat, por thjesht mund të shkaktojë edhe kjo dëm vetes së saj nëse vepron në mënyrë impulsive. Përsa përket marrëdhënieve familjare dhe çështjet sentimentale, sidomos partneritetet afatgjatë si martesat apo bashkëtesat, gjatë gjithë kësaj jave do të ndikohen. Mënyra se si ndikohen është komplet në dorën e shenjës së Dashit. Në qoftë se janë të vetëdijshëm edhe këta, kemi rregullimin e këtyre marrëdhënieve, krijimin e një balance të re më të shëndetshme. Ndërkohë që përsa përket karrierës, në këto momente kemi rritje, por rritja vjen mbas të punës që bëjmë. Normal. Edhe mirë do ishte në pak me të drejtën për gjithë. Shkojmë tek Demi. Demi. Për shenjën e Demit, siç e thash, fundjava duhet jemi shumë të vetëdijshëm. Kjo do të thotë më tepër ditën e diel, por gjatë ditës së nesërme dhe gjatë ditës së sotme jemi në një frymë disi më pozitive, jemi shumë të optimist, e ndonse vazhdojmë që të jemi në atë frymë që do të harxojmë shumë. Mund të konsumojmë shumë dhe gjithçka shumë shpejt, pak a shumë. Kjo është edhe arsye që gjatë kësaj fundjave do të këshilloj të jemi disi më të vëmendshëm në këtë aspekt. Është e vetmja gjë, ndërkohë që komplet java tjetër është në fazë shumë pozitive. Madje është një nga shenjat që ka fat vërtet shumë të madh, nëse nuk e prish pra gjatë fundjavës, sepse gjatë javës pastaj do të duhet që të rregullojë të gjitha problemet që ka shkaktuar gjatë fundjavës. Për kjo është arsyeja. Ta mbyllim në shtëpi me dryna. Të mos dal. Binjakët tani. Dua të them thjesht diçka shumë të rëndësishme në lidhje për hënën e Demin, në lidhje me hënën e plot që do të kemi, ndikon shumë tek shëndeti fizik, prandaj në këtë pikpamje do t'i këshilloj që t'jemi të vëmendshëm, pra të kryejmë rutina shumë të rregullta në këto momente, është vetëm mënyrë që mund t'i anashkalojmë, madje shumë e thjeshtë që t'i anashkalojmë në këtë mënyrë.
bukur. Binjakët tani. Shenja e binjakëve është një nga shenjat me fat në këto momente, thjesht do të jemi pak më të përqendruar tek gjërat që duam të bëjmë, sepse kemi shumë gjëra që hyjnë në këto momente në jetën tonë, vazhdojmë që të jemi në atë frymën që kemi marrë shumë njohuri dhe dimë se si të japim dhe këshilla, praktikisht edhe javën e kaluar. Vazhdojmë që të jemi në atë frymë, kemi ndryshime të shumta në lidhje me vendin e punës, me karrierën dhe në lidhje me pronën tanë. Ndërkohë që në lidhje me të ardhurat materiale është një nga shenjat e cila mund të krijojë një stabilitet vërtet shumë thjesht. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte gjatë kësaj jave të fokusohem më tepër tek karriera, zhvillimi i saj dhe tek marrëveshjet që mund të vënë. Jemi në një fazë fantastike në lidhje me këto tematika, duke qenë se ka një perceptiv të ri për botën, ka një intuit shumë të lartë dhe pak a shumë marrin informacione nga binjaku që kanë në qiell, për le të themi në këtë mënyrë. Kjo është edhe arsye që përshëndet e binjakëve është në një fazë rritje, është në rritje zgjerim pothuajse në çdo aspekt, por nuk do të këshilloj që të humbasim kohë me çështjet sentimentale, pra për diçka që nuk e kanë ende të sigurt, për të filluar diçka të re, nuk mund të them që është diçka negative, është thjesht se deri tek ana e plot, që do të jetë njëjtën tjetër, është një fazë ku po mësojnë, në lidhje me këtë temë po mësojnë, po vazhdojnë që të mësojnë. Prandaj, pas javën që vjen do ta kemi më të thjeshtë të vendosim tashmë. O, super. Okej, mirë. Jo, jemi pranueshëm. Mirë, ato kontratat ti shohim. Ja ti shohim tani. Shkojmë tani te gaforja. Shenja e gaforës në gjatë kësaj jave është në energji që vazhdon që të jetë në rritje, ndikime më të rëndësishme kemi tek marrëdhëniet familjare, tek karriera dhe tek partneritetet. Kjo është një javë ku në qoftë se kemi pasur probleme tek këto tematika, arrim që të dallojmë se ku është zgjidhja dhe mbi të gjitha, në qoftë se kemi mbajtur veten tonë të vogël, vjen momenti që pak a shumë sistemi na shtyn ose ambienti rreth rrotën na shtyn sepse na shton përgjegjësitë. Kjo do të thotë që kemi më tepër dhe mundësi që të jemi të suksesshëm në të vërtetë, sepse faktikisht të gjitha përgjegjësitë që ne na jepen janë ato që ne mund të mbajmë dhe që në të vërtetë na arrisin, na bëjnë shumë më të suksesshëm. Kjo do thotë që jemi pak a shumë një figurë autoriteti në përgjithësi gjatë gjithë javës në vazhdim, ndërkohë që këtë fundjavë, duke qenë se kemi një fokusim shumë më të madh tek argëtimi, do të këshilloj që të bëjmë pikërisht këtë. Është më se domosdoshme që të argëtohet që një gafor, sepse ka pasur një periudhë vërtet shumë të lodhshme, pak më tepër që hëna e plot, duke qenë se do të zmadhoj shumë problemet, kjo fundjavë ju duhet në këtë aspekt. Okej, super. Bukur. Shkojmë tek Luani tani dhe këtu përfshihen dhe ascendentët. Po. Shenja e Luanit është vërtet në energji shumë të lartë. Problemi është këtu se në këto momente do që të bëj gjithçka dhe do ta bëj ashtu siç do ai. Gjithmonë në fakt, jo vetëm në këto momente. Problemi në këtë rast është se mund të shkaktojë disa dëme tek marrëdhëniet, sidomos ato që ka me familjen dhe me partnerët e tyre. Në këtë pikë do të këshilloj që të fokusohen më tepër tek vetja e tyre, ku po e teprojmë më të themi dhe në qoftë se po bëjnë teka pa nevojë, do të këshilloj që të jenë disi më të fokusuar tek zgjidhja e problemit ose tek harmonia e ambientit. Komunikimi gjatë gjithë kësaj jave do të jetë disi sfiduar, kjo që ti mësoj ata që të thonë fjalën që duhet, jo ato të fundit në fillim, pra. Nuk mund të them që është negative, është thjesht disi e lodhshme sepse do të rrihet për pak egoja e shenjës së Luanit gjatë gjithë kësaj jave. Përfundimi veç është shumë pozitiv, sepse hëna e plot për ju do të thotë një komunikim vërtet shumë efikas tashmë, mund të dini që të bëni kontrata dhe do t'ju vinë në jetën tuaj persona të cilët ju shtojnë të ardhurat materiale. Prandaj dhe këtë javë do t'i këshilloj që ta përdorni, pra të mësoni se ku po e teproni në veprimet tuaja e të tjerë. Ti mirë me kontrata nga të dyja anët, merri avokat se pas ke punë. Unë që kam kështu. Kontrata, letër. Kontrata, o marrëveshje. Mirë. Shumë I pranojmë diçka marrëveshje. Vazhdojmë tek shenja e radhës dhe pas Luanit na vjen. Jemi tek Virgjëresha, për shenjën e Virgjëreshës kjo hënë plot është shumë e rëndësishme, sepse thot në mbarimin e një periudhe ku kanë pasur probleme me të ardhurat materiale, aty ku kanë bërë investime dhe nuk ka ecur, më të themi. Kjo hënë plot do thot pikërisht të kemi një javë përpara që të fokusohemi tek gjërat për të zgjidhur ato. Mund të vazhdojmë që të marrim ndihmë nga shoqëria edhe gjatë kësaj jave, por është java e fundit, këtë më duhet ta nënvizoj, sepse pas kësaj jave vërtet që mund të kemi disa zhgënjime në lidhje me këto tematika, personat të cilët kemi investuar më tepër kohë do të na zhgënjejnë, ndërkohë që mund të vëmë edhe individ që janë pak a shumë mbrapa skene, por që mund të vënë në të vërtetë ndihmësit tanë më të mirë. Pra, përsëri bëhet fjalë në shoqëri, pra, kjo është edhe arsye që të gjitha balancat në këto tematika do të ndryshojnë. Në vartësi të saj do ndryshojë edhe vlera që ne shprehim në botë, ajo që marrim detyrimisht, kjo do thotë që kemi një rritje vërtet shumë të madhe në të ardhurat materiale, ndihet që nga dita e hënë e tutje,
Pra këtë fundjavë do të këshillojmë më tepër që të fokusohemi tek qetësia jonë shpirtërore, është një nga temat më të rëndësishme në këtë moment të shenja e Virgjeshit sepse shumë e lodhur. Kjo është arsye, shumë e lodhur nga gjithë periudha që ka kaluar. Nëse fokusohemi këtu te qetësia jonë shpirtërore, do ta kemi shumë të thjeshtë gjatë javës në vazhdim që të piketojmë pra ato personat problematik dhe ata që neve na shërbejnë.